Dosja bujshme plumbi i art vijon që të nxjerrë në pas skena se si grupet rivale eliminonin njëri tjetrin duke mos kursyer as familjarët e tyre. Në seancën e kësaj të martë ka dëshmuar motra Erviz Dedas, njëkohësisht vajza Fatmira Dedas. Erviz Deda u ekzekutua në vitin 2012, ndërsa nëna e tij u vra mizorisht një vit më pas në një parkim automjetesh. Referuar dosjes së SPAK, në këtë krim janë të përfshirë Festim Qoli, i cili ka qenë më para bashkëpunëtor në disa krime me vetë Erviz Dedan. Ndërkohë në vrasje nën e birë janë të dyshuar si të përfshirë dhe Talo Qela dhe Nureddin Dumani. Në dëshminë e saj e reja ka thënë se nuk ka patur lidhje të afërta me nënën dhe vëllain e saj. Ajo shtoi se nëse vëllai i saj do të ishte gjallë, krimi nuk do të guxonte që të prekte nënën e saj me dorë. Ndër të tjera ajo ka thënë se është takuar disa herë me Festim Qolin pas vrasjes së familjarëve të saj për shitjen e disa aksioneve të një biznesi. Sa i takon ekzekutimeve, ajo shpreh se nuk është e interesuar për shkak se nuk ka patur lidhje të afërta me të vëllain dhe të ëmën, ndërkohë që çështjen e ka lënë në dorën e drejtësisë.